Dhe Besiana kishim që të rehabilitoheshin me ndonjë rezultat mirë. Në këtë qëllim duket se më të vendosur ishin lojtarët e Istogut, të cilët e patën iniciativën në pjesën e parë dhe krijuan disa raste për shënim, siç ishte ky i Bujupajt, por nuk arritën të shënojnë. Në fillim të pjesës së dytë akordohet penallti për Istogun, kurse në ndërhyrje Filip Koci i Besianës pëson thyerje të këmbës, për çka menjëherë ju nënshtrua trajtimit në spitalin e Pejës. Nga penalltia Demira i shënoi dhe Istogu kaloi në epërsi 1-0. Istogu deri në fund të ndeshjes luajti për të ruajtur epërsinë dhe ky mision nuk ishte shumë i vështirë, me që ekipi mysafir nuk dukej se mund. Dhe kur pritej fitoria minimale e Istogut në minutën e fundit, Bajraj me këtë shënim e kurorëzoi lojën më të mirë të këtij ekipi, duke i dhënë fitoren 2-0.